Hey friends, welcome back to another vlog. I'm Ursi, and today I'm taking you along for a day full of good vibes, special moments, and a little self-care. If you're new here, don't forget to subscribe. And to all of you who have been here for a while, thank you for being part of this journey with me. Let's get into it. One day you're here, saying what I wanna hear. The next you disappear, doing God knows what with God knows who. You make me cry, so bad just to apologize. Good enough for me to try to forget the real you. I hate it when Gjithë njerëz të mirë se erdhët. Sa po erdhi posta edhe dua t'ua tregoj, më saktë duhet ta hap bashkë me juve, sepse është hera e parë që unë porosis në Vinted. Edhe shikoni sa bukur. Mendoja se vetëm unë I bëja pakot e bukura, po shikoni. Wow. Do të thënë, ideja ime vetëm unë I bëja pakot e bukura. Por jo, I bën kanë dhe të tjerët. Ju thash është hera e parë. Kisha kohë që ndiqja këtë si të themi si faqe ose si reseller që shiste. Shofim çfarë kam bler o zot sa pas ka siguruar. Aha, më pas ka vënë edhe një kështu. Edhe një nga këto që vendoset. O, sa I bukur. Ky është shalli. Shikoni. Është sa herë mirë Vinka. Është thjesht perfekt. Vinka herë se bëjra parfumit tim të Pradës. Shikoni sa I bukur. Edhe e mora. Taram. summer outside, winter indoors. Cats and butterflies around my head. Summer outside, winter indoors. Warum nicht? Ich habe meine Gründe. Die da Where do we go? Die sag ich nicht. Hush, don't let me know. The delivery. I don't wanna be here, half alive. The zombie spirit put me out of my misery and love me. Every waking hour, rose petals bloom. I see you soon, I see you soon. Where do we go? Hush, don't let me know. Broken but thorns, I'm the first one. Motherhood I should, maybe could turn falsehood. Women outside lend me a smile. Growing takes time. Oh, I don't wanna be here, half alive. The zombie stare, misery and love me. Wie angesprochen, Mensch, Oh, every waking hour, rose petals bloom. I'll see you soon, I'll see you soon. Oh, summer outside, winter indoors. Dola vrap sepse më prish karta e memorisë të kamerës dhe vajta e bleva tek Media Market, kushtoi nga 20 e ca euro. E mora gabim, u ktheva prapë në rrova. Sot më jam zën. Do të thënë në makinë më kanë bërtitur, unë nuk I kam bërtit asnjë njeriu, 2 veta. Njeri më trembi, më thënë të drejtën, sepse këtu nuk para I bia asnjë njeriu Bories dhe ky ra Bories sa u hap semafori dhe unë tremba sepse nuk jam mësuar që t'i bie Bories, edhe nuk e kapa një moment të ndala, thash ç'a ndodhi, pse po bie Boria? Edhe ai po më binte Bories po që unë të kaloja shpejt sepse nuk e di ashtu ja ta mendja. Gjithsesi, doja të thoja që pasi kanë kaluar një ca muaj që unë nuk I jap makinës në Shqipëri dhe I jap këtu dhe më bien Bories gati për herën e dytë atë tretë që I kam dhe makinës të kohë, ngriva, u traumatizova një sekond, do të thënë e humba krejt, jo se I kam makinës e kështu. Thjesht u stopova, nisa tu ul shpejtësi se thash ç'a ndodhi, ç'a kapa, ç'a bëra. A e kanë me mua, apo ndodh gjë. Ke parasysh? Edhe pastaj mendova, e mirë, si thash, nga Shqipëria që I vjen të tërë Bories sa hapës semaforin, ti për një sekondë harrove fare se si është kur hapet semafori dhe e mblodha mendjen pastaj. Por tjerë duhet të tregoja se sa shpejt ndryshon njeriu dhe se sa shpejt ndryshojnë ato zakonet e vogla. Kam ardhur në një si tip ferme që e kam gati 15 minuta larg shtëpisë.
Po thash po që po pi një kafe, po ripëqetësohem pak se është diell, është kohë e mirë. Edhe gjë tjetër që më bën përshtypje. Ore këta kalamajsh tek tyre. A kanë gjak, as kanë gjak këta kalamajsh tek tyre. Si spërtasin, si nuk zihen, si janë pa rrena, mund të jenë diku te 16 fëmijë të ndryshëm, do të thënë jo me një familje. Asnjëri nuk bërtet, asnjëri nuk bën asnjë gjë. Më habisin edhe mendojnë njëherë kur të kem unë fëmijë, kaq të qetë do jenë apo do jenë kështu si puna ime, si thuj. Kurioze jam në të drejtën. Por kjo është shumë e bukur, edhe ka një park të madh për fëmijët, andaj ka kafshët edhe të gjitha. Unë po pi një cappuccino, hëngra edhe një kek me qershi, që nuk ishte i mirë fare, por unë e hëngra se e bleva, edhe tiki do bleca qumër sa vezë dhe do i në shtëpi. Po parku, kjo ferma që nga plot edhe që nga bëm e vërtet shumë bukur, si pranvera në Gjermani nuk ka për mendimin tim. I ka tani se mi ka ngulur syt një zonjë dhe po më thot hajde prezeri ka i kur ka lut mund. Knocking at your door. I know one thing for sure. I've never been so close before. It's makinën, sa mëson njerë ju duke gabuar, unë e para që kam humbur njerë 2 euro, njerë 3 euro, atje të ajo që lanë makinën, derisa t'ja marrë dorën, edhe kësa herave, humba 1 euro, sepse nuk e lexova që ato gjërat janë të ndryshme. Një ishte trokën në mashinë, një ishte shtaubzage. Shtaubzage që sa me korrent, unë shkova te ajo që e thanë, ose kisha lara akoma ta thaja. Por e lava vetëm nga brenda, e fshiva domethënë me fshes me korrent nga brenda, sepse nga jashtë ishte full, në orën 6 mbyllej edhe nuk kisha kohë dhe kështu nuk e lava nga jashtë. Por do e laj nesër, me shumë mundësi. Pastaj veta të Lidli, bëra dhe pak pazar. Mora si fillim një shalqi. Ka rënë hera 3 që e marrim për këtë vit, ka rënë shumë i mirë deri tash, inshallah s'na shpënjen. Mora pastaj ashparak. Mora 3 pako si këto dhe një e bleva djeterevja. Djeterevja e bleva 5 euro, se mora bio, se nuk ishte tjetër. Por këtë e mora nga 2,20 euro. Ashparagu është shumë i mirë dhe ka shumë veti të mira dhe ka marrë 3 copë. Mora një ciabatta, mora tjetër një koste ferma, mora një qumësht, mora ca patate, që do i bëj direkt tani. Patatet këtu në Gjermani nuk kapin javën, po nuk i gatove shpejt, po si ble. Për mendimin tim, gjithmonë edhe qa ble unë. Filet o pule. Tjetër finok, sepse do bëj një salat shumë të mirë sot, me finok edhe me salmon. Mora këtë salmonin, si që nga shtypur, se po s'ka që në fund të gjithë tyre peshave. Një finok tjetër e 2 ashparag të tjerë. Nuk më besohet që vetëm 4 euro ishte kilja, që në përgjithësi është 15-20 euro në Shqipëri flas. Kur kam pas, unë gjithmonë kam pas shumë qef, por si për çudi dhe Andi e haj ka qef, sa i s'është shumë për perimet e çuditshme. Domethënë të rralla. Kështu. Këto janë ato që bleva, sa bukur duket rafti im, se nuk filmojnë anjëherë nga kjo ana vdej që të duket rafti me ngjyra. Tani do i futem drekës se Andi është poshtë po vjen, do bëj fileto pule të skuqur me ashparak, me sallat, do pëthet ca patate të skuqura. Summer outside, winter indoors. Cats and butterflies around my head. Summer outside, winter indoors. Where do we go? Hush, don't let me know.
waking hour, rose petals bloom. I'll see you soon, I'll see you soon. Where do we go? Oh, hush, don't let me know. Walking back thorns, I'm the firstborn. Motherhood I should, maybe could turn falsehood. Women outside lend me a smile. Growing takes time. Oh, I don't wanna be here, half alive the song. Makinën me burrin edhe sa vjen duhet arkullosh, ta treqesh. Për zotin kur hipi këtu pasi e ka marrë ande sa ule më duket sikur bie mbrapa, aq shumë e shtyn kët, sikur rishtrir këtu. Un u vesha, u bëra pak kështu si coastal vibe, edhe po dal, po iki se dua të ble ca lule bore për balkonin, përveç asaj dua të ikin në një dyqan me thrifting, edhe po nisem. Dita dje, o zot sa të mirë u bën ato ashparagët, i skuqa, i hodha pak gjalp, do më thëna një lugë çaj gjalp, i hodha pastaj një hurtër që e griva shumë himët, e skuqa pak, i hodha dhe vaj ulliri, që mos të digje i gjalpi, hodha pastaj ashparagët, i ka vërdisa për rreth 8 minuta gjithsej, drejt fundit i hodha krip, piper, i hodha prap pak fare gjalp, do më thënë një lugë gjelle vajti me gjalp, dolën perfekt, shumë të mirë. Sidomos nëse jeni në Gjermani për momentin, i keni me ofertë që kështu blini, se janë me vërtet shumë të shijshëm. Unë i gatuaj në shumë receta, i bëj me salmon, i bëj me pana me salmon, me pana salmon edhe makarona dalin perfekte. Kështu, sot thash po iki atje, po pres nga 2 pako që të më vinë, dua të gjej data për çadrën që se kam gjetë akoma. Ditët kanë qenë kështu, kam qenë nga data 28 deri sot, data 7, që nuk iki në punë, sepse kam qenë të mërkurën e kaluar dhe jam të shtunën e javës, do më thënë jam këtë të shtunë në punë. Duhet isha të hënën, por më morën në telefon dhe më thanë, a mund të vish të shtunën? Po thashun se mendova unë që të shtunën mbas dite anti është pushim, edhe mua më bie mos të rrim me antin, po thashun, fi unë. Kur Andi më tha, do rrim vetëm në shtëpi dhe ti do ikesh në punë, edhe kur të vish do thuash e ke bë bukën që të them unë, dhe më do të them jo, se kam bërë, unë e bëj bukën, por ai unë do ndjem shumë krenar, thot të thaj, jo, a kuptoni ju fantazitë e burrit tim se ku i shkon mendja, mezi e ka pritur këtë ditë. Edhe po tallesh, po punim shaka. Edhe kështu kanë qenë këto 2 ditë, ju çfarë keni bërë, si keni qenë? A keni bërë një gjë interesante? Unë për vete jam fiksuar me këtë vibing kështu. Shikoni sa bukur. Prit. Ku i kam të tjera, se kisha plot. Kjo kështu. Shifeni sa e bukur është ky filmi. Edhe dua që t'i në Sylt, që është në Gjermani, është ishull, është shumë i bukur, është hafër me Hamburgun, është 7 orë nga këtu, edhe po shikoja për në një hotel, po nuk kemi kohë njerë, sepse Andi s'merr të leje dhe unë s'marr të leje për momentin, edhe përveç kësaj ishte shumë i shtrenjtë. Nëse ju keni lek dhe keni kohë, shiheni njerë Syltin se mund t'ju pëlqej. Shkruajt SYL T, nëse nuk gabojm, po Sylt. Nuk e di si shqiptohet. Sylt shkruajni dhe është kështu. Sylt estetik. Shifeni? Është kështu shumë famous. Është atje ku është kënduar ajo kënga e famshme për të huajt. Kush jeton në Gjermani e di atë këngën e famshme kështu. Edhe kaq për sot, tani do nisem direkt edhe do ikim për të përdorura, se dua të gjej një bazë blu se u fiksova. Erdha në shtëpi me vrap, sepse po pres postën që të vijë dhe erdha super shpejt. Vajta te dyqani që thash që dua t'i kemi të përdorura, nuk e gjeta, ishte mbyllur, kishte shumë trafik. U serrollata 1 orë andej në ana tjetër, edhe nuk e gjeta. Gjithsesi, vajta te dyqani që nuk i gjithmonë. Edhe gjeta fix fare ato qa doja, shumë super bukur. Dhe ato, këta i shkoj. Sa rëndohën kanë.
Prisni. E kam bërë shpinë të gjitha me pjata, lloj, dhe nuk kam unë setin e madh me pjata 4x4, por ta lija unë këtë. Rea? Shifeni qa mrekullien. Thash ta shi për verë, me të bëj kapreze këtu, super yll, shumë e bukur. Pastaj, këto të servirjes. Shikoj Rea këto? Shikoj detajnë të dora. E shumë e likë, se I kam thënë 1000 herë, më merë dhe mua në kamer, më Shifeni? merë dhe mua se ato kur nuk më merë. Këto janë të bëra, nuk e di, ravaria. A të gjuat? Apo që, Bavaria. Që nga të bëra në Gjermani, shisa e bukur. Prap, edhe tjetra, 2 si këto. Edhe në fund fare, mora një kështum, sepse nuk do kemi në summer vibe, Costa vibe, shife kështu bregdetare, Rea, nuk do kemi lule të bukra këtu, lule bore, të bukra, të vendosura këtu, që do duke një super yll. Këto mora, tash I po pres atë zotërinë e postës të vi. Erdha me vrap, kishte edhe pazar, po nuk mora asgjë se thash, nuk duhet më kalon të 1 orë të parkimi 1, 2 po prisja postën edhe erdha shpejt në shtëpi. Tash do lajca do bëca punë, edhe kështu. And everybody's got to run, and ain't nobody gonna hold you, and everybody needs someone. Don't try to go along, don't say I never told you. When you wake up tomorrow and your heart ain't feeling right, I'd love to steal up all of them, say goodbye to pain and sorrow every day and every night. I once heard somebody say, this living don't come easy, and you never find your way, and if you try and walk alone, you're already lost, believe me, and if the word rings true, and there's darkness before light, find somebody and get together. Sjell humor, po I kanë sjell kështu dhuratë, Farzen me gruan për shishe ujë, edhe nuk është ashtu ajo. Edhe tash po e shef dhuratën. Çfarë kanë futur ti bën të kanë shkruar Andi, sillu mirë me gruan, se one message in a bottle. nuk të kanë shkruar sillu mirë me gruan se ke rojitur këto kohë të fundit. Jo, ma ka sjell këtë që ti mos tush mund. Rojtë një pa e presh kjo, se më nga veç me mos dalin këto. Na trego çat kanë sjell Andi? Një bottle fatër. Shukoj. Që? Kush është e veçanta e shishes tate? Që shkruan këtu Asha, Andi Shera. Tas firmish. Këto piq do ditu. Kush ta ka sjell? Bisjet. Gruja. Jo, s'ta ka sjell gruaja. Ma ka sjell një faqe, se po e shaka. Qa quhet faqja? Falës se kërë. Flex. Flex. Flesk. Shpak e vështirë për ne. Po. Se nëse nuk e Shife sa bukur e kishte paketimin? Po. Hm? Edhe unë kur e pash në fillim mendova se ishte e gjitha kjo. Po ti e morë 750 ml, që nuk e mora aq të madhe. Sa I bukur edhe për dhurat. Në edhe që shumë. Shi, e rregullova mohabetin me burrin që u zura mi shishe ujë. 18 orë hajs, 24 orë kartë. Shikoni, e rregullova mohabetin dhe burri që thot për dhurata, ajo gruave bli dhurata dhe burrave bli dhurata, edhe ndihen më të lumtur. Është vërtet? Yes. Të pëlqen? Po.
Po, do sillesh mirë tash? Jo. Nuk të korruptoj ajo? Nuk ishe shishe mjaftueshme për korrupcion? Jo, ishte mjaftueshëm, po jo për korrupcion. Okej. Mjaftueshëm është, si thua, po jo për korrupcion. Do uale linkun poshtë. Do e testoj Andi se një e ka Andi. Kjo është e dyta. Po fatikisht e mora sepse shkoj në shkollë dhe mush me ujë piqja shkollës. Po, se ka dhe të kafes, tash i ka dhe të ujit të mirë. Yes. Shikoni? Shumë e bukur që nga. Që nga premium. Si ty. Shërmish. Opa. Do uale linkun poshtë që mund t'i thni një sy po deshat. Të bleni Burri. power burrë. Gratë për të dyja. Kam edhe një discount code. Do uale dhe atë të shkruajt nërë. Kjo është më interes. Lej discount code-in ti dhe